por nuk jemi shtetë musliman. Si jemi atë shoqërisë muslimane. Duhet ta bëjmë një regjistrim serios të popullatës. 93.5% e qytetarëve të Kosovës janë deklaruar se i takojnë besimit islam në vitin 2024. Kjo përqindje e lartë e bën të pabesueshme një dinamikë të rrezikshme që po na shfaqet për herë më shumë në sferën tonë publike, mosdurimin e thellë ndaj muslimanëve. Qysh është e mundën që mosdurimi ndaj muslimanëve të jetë kaq i zëshëm e i fortë në një vend ku 93.5% janë musliman? Para se të japim përgjigje kësaj pyetje, të merremi fillimisht me zbërthimin e dinamikës së përgjithshme në fjalë. Para pak ditësh u shfaq një video ku Kadri Kryeziu, ish nënkryetari i gjykatës kushtetuese, shprehi me ton kërcënues ndaj praktikuesve të fesë islame. Këja ka dorë nga shtrati. Ka vërshu nga shtrati, kështu që kur duhet me nonë, edhe keme nonë. Po ashtu, na u shfaq edhe një video tjetër në të cilën një prej aktivistëve më të zëshëm të vetëvendosjes, Sadre Ramabaja, krahason daljen në skenë të lëvizjes së Deçanit, një grupi qytetarësh me bindje të hapura islamofobe, me daljen në skenë të UÇK-s. Pa ta tërheq një paralele mes daljes në skenë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe lëvizjes Deçanit. Nëse ushtria qeverimtare e Kosovës po fillonte një revolucion të mirëfillt për të dërguar atje ku e kanë vendin pushtuesit serb, lëvizja e Deçanit si Feniks po rikthehej në histori dhe po fillonte një revolucion kulturor të përmasave të jashtëzakonshme. Ndërkohë, analisti Blerim Latifi, mosdurimin e tij ndaj kulturës muslimane e shpreh tashmë më shumë se një dekadë. Haptas, pakarar. Këta janë veç 3 shembuj në mesin e një numrit të madh njerëzish që nxisin urrëtie dhe mosdurim ndaj kulturës islame në Kosovë, përkundër që një gjë e tillë është edhe e dënueshme në bazë të nenit 141 të Kodit Penal të Kosovës. Megjithatë, kjo nxitje bëhet përmes një manipulimi nacionalist, bëhet përmes nxitjes së ndjesive ksenofobe te qytetarët. Shqiptarëve ju duhet ajo fe që nuk bie në kundërshtim me identitetin kombëtar. Mosdurimi në fjalë bëhet rrjedhoja logjike e një shtrati diskursiv që na thot se identiteti kombëtar shqiptar është i papajtueshëm me kulturën muslimane. Prandaj, duhet të zgjedhësh ose shqiptar ose musliman. Këtë shohim në frustrimin e shprehur kur muslimanët falen në publik. Sot ezani i lartë në Prishtinë, sidomos në afarësitë parlamentit, i tmerron qytetarët edhe të huajt. Ose kur gratë muslimane shfaqen në qytet të mbuluara me shami, ose kur dikush përdor fjalë arabe. Por harrojnë ta përmendin se gjuhët më të mëdha të botës kanë mijëra fjalë të huazuara nga arabishtja. Ka erdhi fjala alkool, algebër, ka erdhi fjala tarif, që presidentit Amerikës Donald Trumpit i duket më e bukura në botë. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Ka erdhi fjala magazin, edhe kjo prej arabishtës. Me që ra fjala, bëje subscribe magazinën tjetër, apo e sheh se çfarë përllogu po prodhojnë media të ndryshme në rrjetet sociale. Ne punojmë pa asnjë cent, jemi krejt të pavarur dhe kemi veç një mision, ta ndihmojmë sferën publike të Kosovës. Prandaj, na ndihmo. Vazhdojmë. Por, edhe pse është e qartë se shqipja veç ka pasurohet nga arabishtja, profesori Blerim Latifi shpreh përçmim me përqeshje kur Xherdan Shaqiri thot elhamdulillah. Por, s'është veç profesor Latifi. Të tilla raste po shohim gjithandej në përditshmërinë tonë. E pam edhe lëvizjen e Deçanit, e cila avokante publikisht që muslimanë shqiptar të konvertoheshin në të krishterë. Përpiluam një deklarat me moton që të mos jemi më musliman. Të kthehemi pyetjes fillestare. Qysh është e mundur që në një vend me shumicë dërmuese muslimane ka kaq shumë mosdurim ndaj muslimanëve? Këtu e kemi edhe një pyetje shumë logjike për ju.
kush e ka meritën më të madhe që populli ynë i përvuajtur e ndërtoj një tolerancë të jashtëzakonshme ndërfetare? Përgjigjja është fare e thjeshtë dhe logjike. Meritën e kishte shumica shqiptare, pra muslimanët shqiptar, të cilët mund të bënin zarar të madh ndaj shoqërisë nëse do t'i frynin përçarjeve fetare. Se bën, kultivuan tolerancë e bashkëjetesë, të cilës ja pa hajrin kombi ynë. Mirë po, edhe ky karakteri pamohueshëm tolerant i muslimanëve të Kosovës u sulmua në 10 vitet e fundit. Interpretimet në lidhje me ekstremizmin fetar në Kosovë ishin të ndikuara politikisht e financiarisht pas shkuaris në Siri të rreth 300 qytetarëve të Kosovës, mes të cilëve një pjesë e madhe gra e fëmijë. Problemi i kësaj ishte ashqare i izoluar, keq kuptim gjeopolitik që u nxit madje edhe nga ish-ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Dhe përtej këtij keq kuptimi gjeopolitik, duhet pranuar se kishim një grup ekstremist që nxiti e përqau. Nga ajo shkuarje në Siri e 300 kosovarëve u prodhua skema më e krupshme e mashtrimit në 10 vitet e fundit. Miliona euro të taksapaguesve të partnerëve tanë u quan dëm në të ashtu quajturën luftë kundër ekstremizmit fetar, në vend se të shkonin në për projekte që për një mend do t'ja shihnim hajrin. U persekutuan hoxhallarët më të njohur, dhe më e rënda u përdhos historia shekullore e tolerancës ndërfetare. U përdorën 300 vjet që të vizatoi portreti i 1.5 milion banorëve të Kosovës. Dhe ky vizatim i keq e normalizoi edhe mosdurimin e rrezikshëm ndaj muslimanëve që e shohim sot. Kosova duhet ta mbrojë me rigorozitet të lartë tolerancën ndërfetare. Dhe komuniteti musliman po vazhdon që ta ofrojë shembullin më të mirë. Përjashtuar rastet e rralla, prej tyre vazhdon të ushqehet fryma e dashurisë ndaj Adheut, shtetit dhe bile edhe demokracisë e lirisë. Hey, për fund, mos haro të na bësh subscribe.